albumin më të mirë R&B. Kush janë pretendentët? Kënga më e mirë. Big Mama, zbritje sezonale, është Tuna, s'ka më diktatur dhe Leonora Poloska, nuk dorëzohem. Fitues është Korab. Është e re? Është e re. Apo i ri? Është një këngëtare që imagjinatën e ka shumë të fort, edhe paramendo, ka shku dhe Hitlerin ka desh me rinjallë, paramendo. Tash nuk e di unë, le ta zbuloj flëza. Ndoshta po e dini tani nga kënga e saj? Kënga ishte? Po, fituese është S'ka më diktatur. S'ka më diktatur, Tuna. është Tuna. Kush tjetër? Tuna ishte suksesshme dhe në këngën magjike. Tuna, këtu e ke vendin? Urime? Mirë se erdhët. Është për ty? Cili është emocioni yt i parë? Emocioni jam i parë, zakonisht po e thash. Me një fjalë. Emocioni i dytë? Emocioni i dytë është prapë. Atëra arritëm tek i treti. Sigurisht e i treti ka diçka për të thënë. Falenderit shumë, kjo do të thotë shumë për mua, sa i përket imagjinatave, këtu duhet të falenderoj edhe bashkëpunëtorëve të mi, të madhit Avni Qailit, i cili ishte gjatë realizimit të albumit tim, familjes time që më përkraj dhe njerëzve tjerë që janë rreth mua. Falenderit shumë. Falenderit dhe juve Tuna dhe shumë sukses. Dhe tani edhe do të certifikoni nga Zhurma Show Awards 2005. Çmimin e Faleminderit. fundit